A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, folëm dje diçka për detyrat e hoxhës që i ka karshin nxënësit e vet. Sot do të folmi për detyrat e nxënësit që i ka karshi hoxhës. Edukata e nxënësit karshi hoxhës. Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an se nxënësi duhet të ketë edukat me mësuesin e vet. Në Kur'an përmendet rasti i Musait me Hidrin. Është një rast interesant në surën Kehf. Allah e përmend që Musai ka shkuar te Hidri me marr dije. Por aty përmend Allah disa detaje e qëllimi është që ne me marr mësim, nxënësi i dijes me marr mësim se si me reagu me hoxhën e vet. E të ky rast ulema kanë nxjerrë më shumë se 10 dobi se si duhet me qenë nxënësi me hoxhën e vet. Çfarë edukate? Musa alayhis salam si reagoi me Hidrin. Shkoi tek ai, kërkoi leje, i tha ti ki dituri, a më lejon me marr pjesë në ligjërata? Domthon dietarët i kanë përmend nga këto ajete kanë nxjerrë mësime. Pra në Kur'an përmendet se nxënësi duhet të ketë edukat me hoxhën e vet. Që ishin edhe sahabët. Shokët e Pejgamberit selam tregon Abu Sa'id al-Khudriu thot kur pejgamberi alayhis salam hinte në xhami edhe na ligjëronte mojke ders aq shumë u koncentronin xhamati saqë më ardh një plumb mu nal po mi krije ka pas mundsi mu nal nga mos lëvizja para më koncentrimi i madh e kjo sot neve na mungon nxënësi e ngon hoxhën edhe këshit telefonin. Ban mohabet. Kjo nuk është edukat me hoxhën. Më thonë ka ardhur plumbi, është nal për mi krije, edhe e kanë dëgjuar Pejgamberin selam, pra më thonë kjo është një mësim për neve. Do të përmendim disa edukata që duhet pas parasysh nxënësi me hoxhën e vet. Ose mos me hoxhën e Kur'anit. E para prej tyre është më ulën karshi hoxhës në formën më të mirë. Ulja do të me qenë formë më të mirë karshi hoxhës. Jo më shtikom ka hoxha, jo më thonë më ullim në një formë që është shri para hoxhës, më thonë e para gjo, ndeja jote karshi hoxhës do të me qenë me edukat. Kjo e para. E dyta, ndëgjimi hoxhës me vëmendje. Hoxha kur marr ligjërat, kur fol, kur jep këshilla, duhesh me ndëgju me vëmendje. Edhe çdo sen që të pengon nga vëmendja, ti largohesh. Kjo është edukata e dytë. Pra më thonë nxënësi duhet me mësu veten, me ul karshi hoxhës dhe me ndëgjue me vëmendje. E treta, dietar kanë thonë nëse hoxha gabon, normal me gabue, mes me ja kallëzu gabimin publikisht. Po me marr me një qash, me këshillu, me thonë që tu i gabu hoxha, që tu nga gabim me selja, më thonë me këshillu jo haptazish para krejtve, por në vetmi. Kjo është edukata e tretë. Edukata e katër, kanë thonë dietarët, hoxhën duhesh me konsideru më shumë se sa prindët e tu. Pse më shumë se prindët? Se baba dhe nona kujdeset për trupin tënd. E hoxha kujdeset për shpirtin tënd, për fetarin tënde. Ta mëson besimin, ta mëson moralin, ta jep ibadetin. Më thonë, ti më shumë përfiton nga hoxha se sa nga prindjat. Të ashtu ka thonë ulemaja, hoxha e ka gradën më të lartë karshitetin me pasën se sa prindjat. Argument për këtë, thuhet që Ebu Jusufi, nxënësi i Ebu Hanifes, ka thonë një fjalë, thotë gjithmonë kur lutna për prindët e mi, fillimisht lutna një për hoxhën tem, për Ebu Hanifën, tani bëj dua për prindët e mi. Edhe thu gjithashtu që Ebu Hanifja, kur ka bëu dua, ka thonë o Zot, fale Hamadin edhe babën tim. Njëri ka thonë përpasi Hamadit, hoxhës vet, në dua, tani ka bëu dua për prindët e vet. E kjo tregon që hoxha është mbi prindërit. Kjo ishte më thonë e katër. E pesta, për edukatës që duhet me pas në zonë si karshi hoxhës,
është që ta shërbeje hoxhën nëse ka nevojë. Nëse ka nevojë hoxha me shërbi diçka, mja afru një ndim. Shembull, mja afru librin, mja afru tavolinën, mja afru një laps, mja afru një informat nëse ka nevojë. Është mirë, është edukat e nxënësit me hoxhën, në forma ndryshme me shërbi hoxhën. Edhe kjo duhet me qenë prezent mesin e talebëve. Tjetra me radhë, dietarë kanë përmendur një gjë tjetër, respektin dhe që duhet ta ketë nxënësi ka shi hoxhës në forma të ndryshme, në vepra apo në fjalë. Sikur tregohet, të parit ton kanë pas turp, edhe i ka shumë vështirë me i bo pyetje të ndryshme hoxhës vet, nga turpi që kanë pas ka shi hoxhës. Janë tut, nga respekti, edhe pyetjet kur i kanë bë, i kanë zgjedh pyetjet në kohën e duhur, momentin e duhur, me qëllim që mes me e ngushtu hoxhën. Edhe kjo është një edukat. Tjetra me radhë, kanë thonë dietarët, me duru hoxhën, nëse na t'jep vërejtje të rënda, me bë sabër. A keni bë prindin e herë i fol fëmijës vet, i thot fjalë të rënda. Pse i thot? Pse e don? Edhe hoxha nxënësin e vet, na herë mund mi thon ndonjë fjalë më të rëndë, e nxënës duhet me duru hoxhën në raste që jep kritika, edhe i ka më të rënda kritika. Ai që nuk e bën çka durim, privohet nga dija e hoxhës. Edhe fillon u largu nga hoxha, edhe privohet nga ajo dije që ka ai. Por gjithashtu duhet, kanë thonë dietarët, nxënësi i dijes duhet ta durojë hoxhën në raste që jep kritika, edhe i thot fjalë që ai duhet mundohet me dua ato fjalë. Kjo ishte me radhë. Tjetra, kanë thonë dietarë për edukatës nxënësit ndaj hoxhës vet është mes mu ul te vendi ku ulet hoxha. Nëse ka hoxha një vend caktuar në klasë, në xhami, ku aty hoxha ulet, për edukatës është që mes me shku me ulën aty ku është ulën, ku e ka zakon me ul hoxha e vet. Shikoni çfarë detaje. Krejt kjo më dhon me rrytë atë respektin ndaj hoxhës vet. Gjithashtu dietarë kanë thonë prej edukatës nxënësit ndaj hoxhës është mundo ta shoqëron hoxhën e vet. Jo vetëm me marr dijen edhe me hik. Po është mirë me net me hoxhën. Pse kjo? Na herë disa informata që i mëson gjatë ndejës, ndoshta nuk përmenden ligjërat. Por kur e shoqëron hoxhën, atëherë merr disa informata që të kanë hik gjatë ligjëratës. Su ka ndodhur rasti me Musaj me Hidrin. I ka thonë atë vi me ti, atë që shoqëroj tyje. Pra nxënësi duhet ta shoqëron hoxhën sa më shumë, me qëllim që me marr disa informata që si ka thonë ndoshta hoxha gjatë ligjërimit. Gjithashtu prej gjërave tjera kanë thonë dietar për edukatës nxënës ndaj hoxhës është mos të bëjë pyetje me qëllim që me nënçmu hoxhën ose me qind pozitë keqe. Disa xhamat edhe nxënës e bën një pyetje të rëndë që me dalin sheh që hoxha s'po di ka, që unë po di më shumë se hoxha, mund mos me pas kësi qëllime të këqija gjatë pyetjeve. Nuk është edukat me hoxhën ti me pas kësi niyete të këqija. Por kundrazi dietar përpara, kur kanë shkuar në ligjërat, rrugës duke shkuar në xhami, në ligjërat ka dhënë sadaka dhe ka thonë o Zot, mi mbulo të metat e hoxhës tim. O Zot, mi mbulo të metat e hoxhës. Nga se ka të ka bu dua parit tonë, nga se nëse mi zbulon të metat e hoxhës, do të privona nga dija e ti. Shikoni mund si e kanë shiku për para muslimat. Jo mja qitë në shesh gabimet e hoxhës, mu mundu me e gjetë leshimet parë, por kundazi kanë bu dua që mos t'i shohin gabimet e hoxhës. Se privosh nga dija, nga ilmi që e ka e hoxha. Gjithashtu për edukatës nxënësit ndaj hoxhës është të respektohet termini i dijes. Nëse kemi lënë një termin, në filan saatin mu za tek dhe me mësu texhvid, ose me mësu Kur'an, ose me pas një ligjërat. Për edukatës është marrë para hoxhës. Jo hoxha marrë i pari tani xhamati marrë mas. Por për edukatës është që marrën me prezantu, më thon ligjërat para se me ardhë hoxha. Kjo është më thon edukat. E këtë kanë përmendur dietarë për libra
Edhe kështu ka qenë të parit tonë, më në këtë formë i kanë respektuar mejliset e dijes. Gjithashtu për gjërave tjera, ulemat kanë thonën ta pohojsh vlerën e hoxhës. Shpesh dushta në xhamat, në shoqëri, ta pohojsh se filan hoxha ma ka mësuar mua leximin e Kuranit. Filan hoxha ma ka mësuar mua besimin. Filan hoxha ma ka mësuar namazin. Filan hoxha ma ka mësuar abdestin. Ta pohojsh vlerën e hoxhës. Pse kjo? Kjo është një fillimisht edukat me hoxhën, edhe është kjo edhe njihet edhe në mesin xhamatit vlera e atij hoxhës. Këtë arsye thuhet Sufjan e-Thauri, tregon një thënie ka thonë Amr ibn Qaisi, por hoxhën e vet ka thonë, ma ka mësue, më ka eduku, ma ka mësue leximin e Kur'anit, edhe ka thonë ma ka mësue ilmul faraid. Ilmi që është për trashëgimin. E ka përmend mexhlis. E ka pohu e dine e hoxhës vetë. Ka thonë, filan alimi mi ka mësu këta dije, këta informata mi ka thonë. Shikoni të pare tonë si ka qenë, më thonë, në raport me hoxhëllat e vetë. Edhe e fundit, djetar kanë thonën, sa herë hoxhën që e kryen një mexhlis, e kryen një ligjërat, është për edukatës, mi e thonë hoxhës, Allah është përbleft. Allah i gradof me gradat larta, me bu dua për hoxhën. Sa herë këtë ligjerim që e kanë majtë për hitë Zotit. E ti mos si xhamat, si nxënës, ta pohojsh edhe të bëjsh dua për hoxhën. Edhe bësh istikfar, bësh o Zot, falë hoxhën, falë lëshimet dhe gabimet. Thuhet Imam Ahmedi rahimullah në një mexhlis kishte thonën Imam Shafiu ma ka mësuar krejt këtë dije që e kam. Imam Shafiu ma ka mësuar krejt këtë dije që e kam apo shumicën e dijes. Kështu ka thënë Imam Shafiu. Edhe ka thonë Imam Shafiu, edhe ka thonë Imam Ahmedi, une që 30 vite, që 30 vjet, lutëm për Imam Shafiun në çdo namaz. Lutëm për Imam Shafiun. Shikoni çfarë edukate ka pas Imam Ahmedi, me hoxhën e vet, më për çdo namaz, i ka shku menja te hoxha i vet. Që aja ka mësuar dijen, ai ka dhënë ilm, se ka harruar në lutje, në istikfar. Por që më kjo është edukat e nxënësit me hoxhën e vet, elusë Allah subhanahu Zot na bëjë neve gjithë neve të kemi edukat me hoxhallarët e tonë, me mësuesat e tonë, nga se në këtë formë edhe shtohet bereqeti i ilmit, i diturisë. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah